Politika dhe programet institucionale për forcimin e kapaciteteve të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, përmes mbështetjes financiare, digitalizimit dhe inovacionit, kanë qenë në fokus në një takimi të zhvilluar në Vlorë. Në këtë aktivitet të pranishëm, përfaqësues të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, përfaqësues të Startup Albania, Unionit të Domave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Ministrisë së Ekonomisë, si dhe sipërmarrës të suksesshëm nga rajoni. Pjesë e takimit dhe Ministria e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Eriona Ismaili, e cila në fjalën e saj u ndal te nisma më e re e qeverisë, dyfishon ndërmarrjen tënde që nis zbatimin me një korrik. Sipas saj, programi synon të krijojë mundësi konkrete për zgjerimin e aktiviteteve ekonomike, rritjen e investimeve dhe forcimin e konkurrueshmërisë së bizneseve të vogla dhe të mesme. Sot kemi realizuar një takim i cili konsistonte në promovimin e politikave institucionale në mbështetje të sipërmarrjeve. Jo pa qëllim kemi përzgjedhur një panel i cili përfshin kategori të ndryshme të bizneseve, si në mikro, ashtu edhe biznese të mesme, por patjetër edhe biznese të konsoliduara, të cilat mund të përfitojnë nga nisma e qeverisë dyfishon ndërmarrjen tënde, që fillon nga data 1 korrik e mëtej. Ishte një takim i cili së pari konsistonte në informim të programeve, të thirrjeve dhe të financimeve të ndryshme që bizneset mund të përfitojnë. Ishte një takim i cili në thelb të vet konsistonte në dhënien e informacionit, në konsultimin edhe në ndarjen qoftë të praktikave të mira, qoftë në gjithë sugjerimeve se çfarë mund të bëhet më mirë, me qëllim që informacioni të shkojë sa më i qartë në bazë, të kenë asistencë sa më të madhe, sa më të shumtë nga zyrat dhe institucionet për t'i nxitur në aplikim dhe patjetër për t'i orientuar drejt mënyrës të durtë të bërit të aplikimeve për të rritur shanset për të përfituar sa më shumë nga këto financime dhe fonde që shteti shqiptar ka vënë në dispozicion të gjithë bizneseve pavarësisht kategorive ose fushave dhe sektorit ku ata aplikojnë edhe bëjnë biznes. Ndërkohë, titullarja e AZHBR-s Ardita Kuçi dhe kreu i Startup Albania Arian Ymeri prezantuan në detaje skemat e financimit dhe instrumentet mbështetëse që janë në dispozicion të sipërmarrjeve. Ata theksuan rëndësinë e aksesit në financim, inovacionit dhe transformimit digital për rritjen e qëndrueshme të biznesit. Kemi skemat mbështetëse të investimeve, të cilat po ashtu janë skema që koordinohen dhe nëpërmjet buxhetit të shtetit, por edhe skemat e Bashkimit Evropian, të cilat janë gjithashtu me bashkëfinancim, pra Bashkimi Evropian 75% dhe Qeveria Shqiptare 25%. Së fundmi vitin e shkuar dhe gjithashtu këtë vit kemi pasur dhe një skem tjetër mbështetëse e cila është garantuar nga buxheti i shtetit nëpërmjet një garancie sovrane në 70% mbulim kolaterali dhe interesa për kredi të ulta me 2%, pra kemi pasur një skem fillestare nga Banka e Shqipërisë prej 250 milion euro, e cila përfshinte të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me norma interesi 3% dhe mëtej skema u zgjerua duke garantuar apo duke futur garancinë sovrane si garanci për gjitha ata fermer apo biznese në fushën e bujqësisë, të cilët nuk kanë mundësi që të kenë një kolateral për të garantuar kredinë e tyre. Dhe aty shteti shqiptar ka vendosur 30 milion euro në dispozicion. Aktualisht edhe po e filloj pak në historikun, se duhet të jemi edhe koshient se çfarë ka qenë para 2024 dhe çfarë është mbrapa. Deri në vitin 2024 ne numëronim në Shqipëri diku te 82 startupe për apo densiteti ishte 82 startupe për 100 banor. Aktualisht janë 450 startupe aktive dhe 10.5 milion euro të hedhura me një nivel disbursimi 97% në 2 vitet e fundit. Këtë vit, për fat edhe si rezultat i aplikimeve që ishin 3 fishuar nga vitet më parshëm, pra kemi pasur 504 aplikime, jemi tani tek 1219. Takimi vijoi me pyetje dhe diskutime nga përfaqësues të biznesit dhe institucioneve, të cilët shprehën interes për programet mbështetëse dhe mundësitë e përfitimit. Gjatë diskutimeve nuk munguan as sugjerimet dhe vërejtjet për përmirësimin e skemave ekzistuese, me synim për t'i bërë ato më të aksesueshme dhe më efektive për sipërmarrjet shqiptare.